që sikur të mos ishte për ato filmimet e telefonave të banorëve në Zvërnec, nga kjo sallë sot do flitej për tjetër shka. A nuk është dhunë që ju, përfaqësuesit e popullit, u kujtuat vetëm sot të flisni për banorët e Zvërnecit? Ku ishit deri sot? Ku ishit një muaj më parë ju? Kjo dhuna që ndodhi në Zvërnec, pra, çfarë është? Mos është vallë një dhunë hynore? Mos e dha gjë Zoti që ai halabaku të grushtoj e të marrë zvar banorin? Apo është dhuna e kriminalit që i ka kratë e ngrota sepse mbrapa ti ka shtetin shqiptar dhe rreh këti doj qefi, rreh dhe policin po i dëshi qefi? A nuk ju vjen pra turp për përdhosjen që i keni bërë uniformës policisë të shtetit deri në këtë pikë? Djem të rinj të veshur me skafandra, të cilët nga turpi përballë banorëve i ulin sytë për tokë. Ndërkohë ju duhet ishin shefat e tyre, të cilat i detyrojnë, të cilat u thonë se detyra ndaj Adeut është të mbrojnë interesin e trafikantit të drogës dhe të Edi Ramës përballë qytetarëve të cilëve u grabitet prona. A dini se çfarë i tha njëri prej atyre çunave me kapuç të zi, një banori në protest? I tha, jam këtu që të fitoj bukën time, i tha. Dhe banori i tha, edhe unë jam këtu që të marr pronën time. A ndjeni ju përgjegjësi për këtë dhunë që shqiptarin për shqiptarin e ka kthyer në një qen që do ta kafshoj për të fituar bukën? Ju që ushqeni prej 36 vjetësh mbi kurrizën e këtij populli. A dini se çfarë më thanë banorët e Rjollit? Ata banorët e Rjollit që edhe ata janë dhunuar, edhe ata janë përgjakur, por çuditërisht ju s'e keni parë. Nuk dëgjuat për ata. Më thanë, s'na ka ngelur verse me marë armën. A e dini çfarë më thanë pardje banorët e Zvërnecit? S'na ka ngelur gjë verse me marë armën. Po e çoni vendin në luftë civile. Dai sultani i Surrelit, ai që nuk denjon të shkel kurrë në këtë sallë, ai që kujton veten të paprekshëm, që kujton veten mbi të tjerët sikur jeton në Reaj, për atë kam një mesazh. Kam një mesazh dhe i them: ruaju nga urrejtja e popullit, se është urrejtja e popullit ajo e cila mund të shndrohet në dhunë hynore atëherë kur nuk ta pret mendja.